I ftuar për këtë mbrëmje është zoti Arben Malaj, deputeti i Partisë Socialiste, antari kryesisë së kësaj force politike. Zoti Malaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët, sapo keni mbyllur ato që konsiderohet faza e parë e turit për demokratizimin e partive politike në Shqipëri. Në fakt bëhet fjalë për demokratizim të partive politike në tërësi apo edhe të Partisë Socialiste në veçantë? Sigurisht Partia Socialiste është një nga partitë më të mëdha politike në vend, por takimi me të rinjt i organizuar në 8 takime dhe gati në të gjitha qytetet kryesore të vendit kishte në thelb rritjen e sensibilitetit të opinionit publik për atë që është e domosdoshme për vendin tonë. Pra kemi 3 vjet në një krizë politike, dështuam për herë të dytë në integrimin evropian, kemi sinjale të qarta nga institucionet ndërkombëtare që ekonomia shqiptare do të ndodhet përballë sfidave të vështira ekonomike dhe sociale, dhe detyrohemi që gjithnjë më shumë të kërkojmë ndihmën e opinionit publik dhe sidomos të rinjve shqiptar për atë që duhet bërë më mirë në politikën shqiptare. Pra ne nuk kemi sot instrument më të mirë se partitë politike për të rritur pritshmëritë pozitive të gjithë shqiptarëve. Kështu që modernizimi duhet fillojë nga partitë politike dhe patjetër si socialist unë dëshiroja shumë që modelin pozitiv në politikën shqiptare ta krijonte Partia Socialiste. Propozimet konkrete mund të përmbledhen në 5 shtylla kryesore. E para dhe mbi të gjitha, partitë politike shqiptare duhet të jenë parti institucionale. Çka do të thotë që bojkoti duhet të fshihet njëherë mirë nga instrumenti politik i përdorur gjatë tranzicionit. E ka përdorur Partia Demokratike kur ishte në opozitë, e përdori në mënyrë të zgjatur Partia Socialiste për një vend që tenton dhe dëshiron, sidomos opinionin publik më shumë se politikanët, të bëhet vendi i Bashkimit Evropian. Ky instrument i luftës politike nuk ekziston në asnjë nga partitë që janë pjesë e Evropës së Bashkuar, ku 12 prej tyre janë ish parti komuniste. E dyta, në një parti më institucionale do të jetë nevojshme që të heqim dorë nga numri i rasteve kur deputetët në parlament duhet votojnë në blok, thjesht vetëm në një unitet partijak, sidomos kur flasim, kur zgjedhim presidentin e Republikës, kur zgjedhim kryetarin e gjykatës kushtetuese, kryetarin e gjykatës së lartë, kryetarët e institucioneve kushtetuese. Në rastet kur ata gëzojnë besimin publik, në rastet kur vinë nga qarqet akademike, në rastet kur nuk janë thjesht të përzgjedhur mbi parime militante, por kanë vlera njerëzore dhe profesionale, ne duhet të eliminojmë rastet e votimeve unik në grup, pasi në vend që të ndihmojmë që ata të krijojnë kredibilitetin e nevojshëm dhe bashkë me ta institucionet, ne u krijojmë atyre pengesa artificiale që me fillimin e mandatit të tyre në institucionet kushtetuese të vendit. Elementi i dytë me cilin ne kemi në grupin e dytë është reduktimi i pushtetit absolut. Aktualisht për fat të keq në kulturën tonë politike është krijuar ose është investuar të krijohet kultura që shqiptarët nuk meritojnë shumë liri, shqiptarët nuk janë gati të absorbojnë demokraci, prandaj është më mirë të drejtohen me modelin liderit të fortë, një individ kryetar partie, kryeministër i cili ka pushtet absolut dhe institucionet vinë gjithnjë më të dobta. Po të shikojmë realitetin 20 viteve të fundit, shpeshherë jemi gjetur në momentet që një kryeministër i fortë dhe pastaj një krizë institucionale, kryeministër me presidentin, me gjykatat dhe me institucionet e tjera kushtetuese të vendit. Pra modeli i ri politik, duke filluar nga partitë politike, nuk duhet të synojë që të forcojë kryetar partie me pushtet absolut, kryeministra me pushtet absolut, por duhet forcojë institucionet, ato që krijojnë kontrollin dhe balancën e pushteteve. Dhe reformat konkrete që realizojnë këtë janë të lehta, por duan vullnet politik. Një nga shtyllat e treta të propozimit, të cilat janë bërë prezent dhe Partisë Socialiste dhe që janë ndarë dhe me studentët, është reduktimi i përqendrimit pushtete në pak duar, qoftë në forcat politike, qoftë në qeverisjen e vendit. Ne kemi sot skema të organizimit partive ku deputetët marrin pushtet mbi organizimin partijak në nivel vendor apo qendror, ku kryetarët e bashkive që zgjidhen dhe paguhen për të shërbyer gjithë qytetarëve të tyre marrin pushtet mbi strukturat organizative dhe në këtë aspekt ose në organizimin e partive tona politike ka një grup të vogël në dyja partitë politike, 4, 5, 6 veta që përqendrojnë shumë pushtet dhe pjesa tjetër, siç dëgjojmë edhe nga qëndrimet kritike që bëhen edhe për Partinë Demokratike dhe për Partinë Socialiste, është një pjesë pasive, vetëm një pjesë suportuese. Elementi i 4 i propozimeve për modernizimin e partive politike ka të bëjë me pushtetet e të zgjatura. Gjithnjë më tepër, në shumë vende evropiane, po shikohet mundësia si të kryen reforma që një person i vetëm të mos qëndrojë shumë gjatë në një mandat, sepse presionet korruptive mbi të rriten, mundësia që ta përdorësh politikën
për të bërë biznese si do rizitesh prap kryetar komune, bashki apo kryetar partije është e madhe. Nga ana tjetër, ekonomia është rritur dhe ekonomia informale dhe ekonomia shumë fitimpruse është bërë më prezent në politikën shqiptare. Ne kemi parë se me ndryshimet kushtetuese dhe ndryshimin e modelit me lista të mbyllura, që në shkencat politike quhet modeli i deputetëve besnik të kryetarët partisë, ne kemi dëmtuar funksionimin demokratik të vendit. Dhe ka vende jo vetëm, për shembull Kosova e ka aplikuar më njëherë. Kryetarët e komunave bashkëore nuk mund të kenë më shumë se 2 mandate të njëpasnjëshme. Italia e realizoi në vitin 2005, sepse u pa që ishte e pamundur që duke pritur që të krijojë një kulturë e mirë e demokracisë së brendshme partive politike, po krijoheshin individ me pushtet absolut që mandatet publike i përdorin vetëm për të mbijetuar vetë sa më gjatë në të njëjtën karike. E fundit ka bëjë me decentralizimin. Ajo që ne shikojmë edhe me kolegët që flasim nga vende shumë demokratike se Shqipëria, janë të habitur me shkallën e centralizimit që kanë partitë politike në Shqipëri. Ku vendimi edhe për një kryetar komune në cepin më të largët të Shqipërisë duhet kalojë ndërmjet forumeve në qendër. Apo ajo që konstatohet në Partinë Socialiste, modeli është i keq edhe në Partinë Demokratike, forumi i gruas dhe i rinis për shumë ka 6 vjet që nuk organizohet dot sepse është sistemi centralizuar. Dhe duke mos përdorur këto sinergji pozitive, ne nuk arrim dot që të kemi një fitore të qartë. Realiteti ekonomik, jo vetëm në Shqipëri, por sidomos në Shqipëri dhe realiteti politik, lë të kuptosh që fitoret politike janë bërë të vështira. Ne nuk kemi më ato fitoret ku një majorancë e saktuar merr të një shumicë të qartë të thjeshtë apo tenton edhe shumicë të cilësuar. Në këtë mënyrë diferenca është bërë shumë e ngushtë, krijimi i qeverive të reforma është bërë i vështirë, kemi siç modelin aktual ka koalicione për të mbijetuar, por jo për të bërë atë që ka nevojë ekonomia shqiptare, dhe kemi pasaj ngjecje në zhvillimet politike, 3 vjet në një krizë politike dhe në zhvillimet ekonomike. Ndryshimet kushtetuese, që cënuan edhe këtë element, me kujdesin e tyre për të reduktuar numrin e partive politike, pra për të reduktuar bezdinë e partive të vogla, kanë krijuar modelin politik të një bipolarizimit të tejskajshëm që ka rritur arrogancën e partive të mëdha, aq sa sot vendi ka mbetur në duar të Edi Rama dhe Sali Berishës dhe e bën një reformë kushtetuese apo nuk e bën. E qartë. Zoti Mare, juve ju drejtuat të rinjve për të shpalosur platformat dhe idetë tuaja, ndërkohë që gjitha këto që parashtruat këtu parimisht janë shumë të drejta, sigurisht që politika kështu do duhet të funksiononte, por nuk mund të kryen ndryshe përveç se me imponim brenda forumeve dhe strukturave të një partie politike, qoftë kjo edhe Partia Socialiste. Thatë që e keni bërë prezent Partisë Socialiste platformën tuaj. Përse nuk ishit bie në mbledhjen e kryesisë për ta debatuar një gjë të tillë, meqense kishim të ndryshimet të statutit dhe të programit? Atëherë miqësisht, mbledhja e dieshme ka qenë gjysmë mbledhje, dhe nuk ka pas në renditës as diskutimin e statutit dhe as diskutimin e programit. Ka pas vetëm miratimin e kandidaturave për kryetar partie në disa zona të Shqipërisë, që dhe ky është një problem organizativ. Shpeshherë zhvillimet organizative në Partinë Socialiste janë përdorur në funksion të kryetarit të partisë dhe jo të sfidave që ka Partia Socialiste. Dije fatkeqësisht nuk e di, sepse jam shumë i kujdesshëm me korreksinë e asaj që them, kush e ka shpërndar lajmin se pardon në gazeta, por edhe nga kontaktet me kolegët e mi, nuk është diskutuar dhe nuk ka qenë mbledhje as për statutin, as për programin, por miratimin pjesor të një pjesë të kandidatëve që do të konkurrojnë ndoshta në fund të javës për kryetar partie në komuna dhe bashki. Përgjegjësia ime për atë që duhet bëjmë më mirë në Partinë Socialiste është konkrete dhe përhershme. Prandaj thash që këto lloj propozime në trajtën e një bashkëbisedimi brenda Partisë Socialiste, pse janë të domosdoshme dhe pse duhet i bëjmë ne, janë bërë prezente, nuk janë pritur që të ekspozohen si diçka e veçantë në mënyrë të papritur. Si do t'i vini në diskutim këto propozime brenda forumeve të Partisë Socialiste, zoti Malaj, forume të cilat prej kohësh nuk lidhen? Unë besoj që ky është thelbi. E para dhe me të gjitha, pas 8 vjet ke qeverisje të vendit, rotacioni është i domosdoshëm, por jo automatikisht i mundshëm. Partia Socialiste që të kthehet parti fituese, thamë që diferenca është bërë shumë e vogël, e para duhet të rritet vetë, duhet të zgjerohet, dhe që të zgjerohet, duhet heqi pengesat, duhet heqi klientelizmin që është krijuar lidhur me karrierën, dhe ta lë atë te meritokracia, duhet i lë individët të konkurrojnë, duhet ta bëj sistemin shumë më të hapur, në qoftë se do të kemi një përpjekje të forcuar, siç është bërë në disa raste, për t'i përzgjedhur në mënyrë individuale se kush është besniku im, atëherë i bie që kryetari i partisë menaxhon frikën dhe jo optimizmin, dhe nuk ka fitore politike pa optimizëm.
Po të shikoni edhe zhvillimet e fundit, dje Partia Socialiste, për shembull, deklaroi që nuk do ta kushtozojë reformën zgjedhore me sistemin. Nga ana tjetër, aleatët e Partisë Socialiste, po jo vetëm Partisë Socialiste, dhe në krahun e djathtë kërkojnë që sistemi të jetë më fleksibël. Nëse do të mbajmë një sistem elektoral me lista të mbyllura, ne do ta dëmtojmë rënd cilësinë e grupeve parlamentare, do rrisim pushtetin absolut të kryetarëve të partisë që vetë kënaqen që kanë marrë kaq shumë pushtet absolut, por që nuk e përdorin dot në të mirë të vendit tyre, nuk e përdorin dot se kemi 3 vjet të bllokuar dhe nuk e përdorim dot se pasi humbëm 2 herë jeshtë mundësinë për të bërë kandidat i Bashkimit Evropian, mbetëm dhe pas Serbisë, vendi më problematik pas vitit 90 në gjithë Ballkanin. Nuk kemi mbetur se duan shqiptarët Europën. Të gjithë e duan. Nuk kemi mbetur se Europa ka mbyllur derat për Shqipërinë. E hapi për të bërë vend antar dhe në kohë krize për Kroacinë, e hapi dhe pranoi vend kandidat Malin e Zi, dhe hapi negociatat, cilat duan kohën e dyre për Maqedoninë për ta bërë vend antar nga një vend kandidat që priste në radhë. Pra, nuk ka asnjë justifikim që kriza në Shqipëri vjen nga faktorë të jashtëm. Kriza e ushqyer dhe nga ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 për të krijuar modelin e liderëve të fortë, ka arritur rrisje që përveç korrupsionit masiv, ne kemi fenomenin e kapjes së shtetit në qeveri dhe kapjen e partive në partitë politike. Sot për të bërë deputet apo bërë një karrierë, nuk është e nevojshme të punosh, nuk është e nevojshme të krijosh meritokracinë tënde dhe karrierën tënde graduale, nuk është e nevojshme të kesh vlera të spikatura, mjafton që të të pëlqej kryetari i radhës majtas apo djathtas dhe ti mund të shkëlqesh në mënyrë fiktive për një kohë të shkurtër politik. A do të fillojnë realisht reformat nga brenda partive politike, zoti Male, dhe pastaj ne të pretendojmë të arrijmë ato që konsiderohen aspirata kombëtare, sepse gjithçka është refleksion, apo jo? Në situatës brendshme. Unë mund të them një gjë duke parë gjithë tranzicionin e vendeve të tjera, nëse do të vazhdohet me këtë ngërç politik, duke patur parasysh që ambienti politik dikon në ekonomi, njerëzit trëmben, friksohen, nuk konsumojnë, nuk investojnë, shqetësimet ekonomike bëhen më të mpreta, atëherë ka një risk të madh, siç ka ndodhur në vende të tjera, që individ me prirje të një pushteti të përqendruar ose me prirje populiste kanë filluar të gjejnë më shumë akses në politikën e vendeve të tjera dhe në thelb çfarë ka ndodhur është përkeqësuar më shumë, janë zgjatur krizat dhe vendet pasaj kanë kaluar situata të vështira dhe më të gjata për të përballuar pasojat e zhvillimeve negative në jetën politike të tyre. Prandaj theksohet që këto gjëra duhen parë në sy, nuk mund të justifikohet heshtja, mungesa e kurajos qytetare politike, mungesa e personaliteteve politike, majtas dhe djathtas, po edhe intelektualëve të shquar, edhe të rinjve, që në partitë politike jo po kujdes se kështu nuk e mundim dot Berishën. Partia Socialiste vjen në pushtet me avantazhet e saj. Partia Socialiste vjen në pushtet ku leadershipi i saj nuk kujdeset për karrierën individuale, por mendon që duke u përmirësuar Partia Socialiste, duke u zgjeruar Partia Socialiste, duke krijuar aleanca jo për të ndarë edhe karrieren e mësuesit apo mjekut fundit në fshatin më të largët të Shqipërisë, por për krijuar një shumicë që bën reforma që shqiptarët ndjehen më mirë, vetëm kështu me avantazhen e mund vim. Nuk është e nevojshme që shqiptarët të zgjedhin midis 2 të këqija më të vogla. Dhe këto janë sfida që vendet e tjera i kanë përballuar. Ajo që është për t'u habitur, qoftë edhe me ngecje në procesin e integrimit evropian, është që krizat në Shqipëri janë bërë më të shpeshta dhe janë bërë më të zgjatura. Po janë kriza reale në gjykimin tuaj, zoti Male? Patjetër që po. Patjetër që po. Unë po ju them me shumë dashamirësi, me shikuesit tuaj, për shembull po të shikojmë skanerin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe po të kuptojmë që kur flet Fondi Monetar Ndërkombëtar, mesazhet duhen dëgjuar nga të gjithë, sepse nëse vonohesh, situata bëhet më keq. Materiali i fundit që ka dalë vetëm para 4 ditësh i bën qartë qeverisë që borxhi publik i shqiptarëve duhet zbresë në 50% në një kohë sa më të afërt, i bën qartë shqiptarëve që kosto e borxhit është 3 herë më lart, i bën qartë shqiptarëve që kreditë e këqija janë arritur 6 herë më shumë, i thotë që qeverisë, nëse qeveria do vazhdojë me populizmin e viteve 2010, 2011, 2012, situata do të bëhet më e keqe, i thotë jetë kujdesshme në premtimet për ato që do shpenzojnë ekonomi shqiptare dhe të fillojë të mendojë si do rriten të ardhmë buxhet. Pra, jemi në një moment që Fondi Monetar Ndërkombëtar pas krizës 2008 i është dhënë një mandat i ri nga gjithë bota të skanoj trupin
economic të çdo vendi dhe të dallojë shenjat e smundjeve sa më shpejt që është e mundur. Dhe kur nuk reagohet, atëherë situata përkeqësohet. Mirë,